një prej fjalëve që ja thon pejgamberit Allahu subhanahu wa taala Hudit alayhis salam, i thon se kur shohin insistimin dhe këmbguljen e tij për të thirr ata në fjalën e Allahut subhanahu wa taala, mos heqen dorë nga ana e Hudit alayhis salam për t'i udhëzuar ata, për t'u treguar të vërtetën, për t'i larguar nga punë tek këqija. Ata i thon Hudit alayhis salam, siç është përmendur në Kur'an përpara ajeteve 54, i thon Hudit alayhis salam se ne mendojmë se zotrat ton, idhujt pra, të kanë çmendur ti, të kanë sulmuar dhe ti e bër një njeri i çmendur i cili nuk e di se çka është duke folur. Pas kësaj, kur ja përmendin idhujt, Hudi alayhis salam, ashtu si tregon Allahu i madhruar, thot: Qala inni ushhidu Allah washhadu anni bari'u mimma tushrikun. Tha, unë dëshmoj përpara Allahut. Dëshmoni edhe ju se unë distancohem, jam larg nga ata që ju ja shoqëroni Allahut, ja bëni shirkun. E dëshmoj këtë gjë. Pra, nga ata përpos Allahu subhanahu wa taala që ju ja shoqëroni Allahut, unë distancohem dhe jam larg. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Që të gjithë ju më bani kurth. Nuk e kam problem. Dhe mos më jepni afat, mos më jepni shans tjetër, domethënë. Inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum. Unë jam mbështetur tek Allahu. Jam mbështetur në Allahun, që është Zoti im dhe Zoti juaj. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Ska gjallënes që nuk është nën pushtetin e Allahut. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Zoti im është në rrugën e drejtë. Pra njëjtë sikur se Nuhi alayhis salam edhe Hudi alayhis salam. Kjo është qëndrimi i pejgamberëve, për të cilët Allahu subhanahu wa taala ka thënë: Alladhina yuballighuna risalati Allahi wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Pejgamberët e Allahut, të cilët kumtojnë mesazhet e Allahut dhe nuk i frigohen askujt tjetër përpas Allahut subhanahu wa taala. Të janë fjalët e Nuhit alayhis salam, Hudit alayhis salam. Për cilin thot Ibn Qayyim al-Jawziyja, Allahu e mëshiroft, thot kur pejgamberi i Allahut Hudi alayhis salam ishte i bindur se Allahu është ai i cili urdhron në rrugën e drejtë. Allahu është në të drejtë, në të vërtetën, në krijimin e tij, në urdhrat e tij, në ndalesat e tij, në shpërblimin e tij, në dënimin e tij, në caktimin e tij, në pengimin e gjërave nga dikush, në dhuratat që jep, në shpëtimin që e ofron, në sprovat, në suksesin që jep. Kur u bind në këto gjëra, Hudi alayhis salam, se Allahu subhanahu wa taala nuk del nga përsosuria, nga ajo që është më e mira. Ashtu siç reflektojnë në këto gjëra emrat e bukur të Allahut dhe cilësitë e tij të përsosura, që reflektojnë drejtësi, urtësi, mëshirë, përsosuri, vlerë, vendimin e shpërblimit në vendin e tij, vendimin e dënimit, Allahu subhanahu wa taala e vendon në vendin e përkatës, adekuat, dhe vendimin e suksesit apo mos suksesit, dhënjes apo pengimit, udhëzimit apo devijimit. Të gjitha këto i vendon Allahu subhanahu wa taala në vendin përkatës, dhe për këtë meriton të falendrohet pafundësisht dhe të lavdrohet Allahu subhanahu wa taala. Të gjitha këto bindje erdhën tek Hudi alayhis salam si rezultat i njohjes së tij të Zotit e vet. Dhe kjo e bëri të guximshëm dhe trim, kjo mbështetje fuqishme tek Allahu subhanahu wa taala, që ai të thotë: unë dëshmoj përpara Allahut, dëshmoni edhe ju se unë distancohem nga idhët tuaj që ju ja shoqëroni Allahut, andaj të gjithë ju më bëni kurth,
më bëni kur dhe mos më jepni afat, mos më jepni shans të tjetër. Unë mbështetem tek Allahu Zoti im dhe Zoti juaj, ma min dabbetin, nuk ka gjallës, nuk ekziston illa huwa akhidhun binasiyatiha, e që Allahu të mos e ka për balluken e tij.